E ka qujtë Allahu ullirin pemë të bereqeqme. E vetëmja pemë në Kur'an e quajtur shëgjere mubareke e bereqeqme është ulliri. E vetëmja. Dhe nuk ka në mënyrë absolute pemë më të bereqeqme se sa ulliri. Dhe nuk ka pemë që përfitohet krejt, pe i krejt kësaj që ka, më shumë se sa që përfitohet prej ullirit. Deri tek jo vetëm djegja e druve, që është shumë e fortë, si lanë djegse me djeg drunën e saj, por edhe hini i saj në vynë. Ulliri i çuditshëm, i çuditshëm, i çuditshëm. Që është argument në vete i mjaftueshëm për ekzistimin e të madhit të Allah te bareke ve taala. E pse po e cek bashkë këtu, tash e ceku. Kanë thënë ulemaja, sikur të bio dhe të tjerët, pemja e parë e cila është bin rruzëllën toksor, kur ka kriju Allah pemt, ka qenë ulliri. Pemja e parë e cila ka dalë në pas tufanit, ka qenë ulliri. Është pema se shtash të përfitohet më së shumti prej saj. E ka quajtur Allahu mubareke të bereqeqme të bekuar. E kanë bekuar, kanë thonë ulemoja 70 pejgamber. Ibrahimi dhe mes tyre deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thuhet se quhet mubareke bereqeqme sepse rrënja, esenca, baza e sajna është vendi bereqetshëm e që është Shami. Thuhet. E Shami përfshin Palestinë, përfshin shtetet shumëta. Kjo pemë, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, hani prej saj, për ullirin, lynu me te, sepse është pemë e bereqeqme. E smundet e cilat i mjekon ajo, e s'pëthemi shëran, sa Allah i shëran, janë të shumëta. Dhe në vazhdim zbulohen smundjet e cilat i mjekon kjo pemë. Për ata, për mos me bëhet tim në veti vajnë e ullirit, është dëm mos përdorimi vajt e ullirit. Është dëm.